Bushat, në shkrimin tuaj, ju e quani këtë muaj një muaj të bekuar, 1 minutë e gjysmë. Çfarë ka rritur protesta që e quani të bekuar këtë muaj? Për mua protesta e ka delegitimuar totalisht të pushtet. Pra, kur flasë për delegjitimim, nuk them Edi Rama mund mbaroj mandatin në shpunë e ti, mund të ri me dhunë, i ka edhe ata tarubës, edhe këta kriminelët e sotëm që godasin, e ka të gjitha, pra mund që ndroj me dhunë, nuk është as rasti para si fundit në histori. Por, deri tani, një nga forcat kryesore të Edi Ramës, që ka sunduar dhe ka vjedhur shqiptarët, ka qenë që këte ka bërë edhe përmjet legjitimimit që ka pasur në arenën ndërkombëtare. Ne deri para 2 vitesh kishim sekretar shteti që thoshte ju jeni të bekuar që keni një lider si ky. Sot po të hapësh gazetat më të mëdhaja dhe televizionet më të mëdhaja të perëndimit, po e masakrojnë autokratin e Shqipërisë. Dhe ato që deri para 2 vitesh mund dukeshin ëndra nga ne këtu, po e trajtojnë si njeri të lidhur me narkotrafikun që i ka hapur dyert e parave drogës këtij vendi. Pra, suksesi pa diskutueshëm i kësaj lëvizje është që s'ka rëndësi sa ditë do ri Edi Rama në pushtet, delegjitimimi ndërkombëtar i këtij pushteti tashmë është fakti kryer. Nëse në perëndim deri dje ka pasur njerëz që ndanin Ramën nga Vučići, le të themi, për mënyrën e ushtrimit të pushtetit, sot në mediat perëndimore ti nuk gjen asgjë, as një llaf më pak ndaj Ramës se sa ndaj Vučićit. Se me një pyetje që si përgjigja pak më parë. Pyetjen e paro? Ishte ironike se unë të pyeta në fillim bisedës si rëzo diktatori dhe ti thuat ti mu përgjigje mu si pas teje. Përgjigja se më ngatroj ylli. Përgjigja se më ngatroj ylli. Unë të ngatrova. Si në një demokraci, si bëhet është përmes Po si jemi demokraci fare. Po si jemi, e ketë sankcionuar autokraci elektorale. Gjeje, nxirë, tani. Tani të Te Balluku e ketë gjetë në Te Balluku. Po të nxirë. A, në mendjen tënde? Jo. E kapim hajdutin e denoncojmë, ju nuk e lejon urdhë arrestin. Demokracia kjo? Da, bëjmë dhe atë bisedë. Është zëvendës kryeministri. Bëjmë dhe atë bisedë, po të qëndrojmë të kjo. Në një demokraci, forma se si hedh kryeministrin, shumicën parlamentare. Protest, demonstrat, pastaj përshkallëzohet. Jo. Si jo? Pa e shkot 200 vjet ashu. Hajtë dali me lullun e ti dhe arzojmë. Aja ka morë me lek, o vla. Nuk kam qonë prezident kër janë paguj lek. E vend një rrugëzidhje që ka demokracia janë zgjedhjet. Unë flasë me rakimë. E vend një rrugëzidhje që ka demokracia janë zgjedhjet. Kur zgjedhje që i vjedh mes ditës? I ke vjedh mes ditës demokracia janë zgjedhjet. Do me në po më këtëvej? Në vota, I ke vjedh mes të vi ditës. momenti votës, Të lutem mos nuk je në rej. Ti po politiku, të politik. I ke vjedh... Kur modhiku? Hajde ma thuaj. Ti po politikë, ti që janë vjedhë zgjedhjet. Isha vetë në Vlorë në zgjedhjet. Enver Hoxha i ka marrë votat 99.7%. Dhe më këto, qa u bërë Shqipërinë zgjedhjet? Ti Enver Hoxha 2. Qa u bëmë, ku t'ju vodhën? Pare ku t'ju vodhën? Ju vodhën PD-s? Ku t'ju vodhën? Cilës parti? More cilës parti ju vodhën zgjedhjet? Jeni pastar të Enver Hoxhës. More cilës parti ju vodhën zgjedhjet? PS. E më e morë vesh PD-je, po cilës parti ju vodhën zgjedhjet? O të tretë, Kam pa armë vëtim. Kam pa familjar të isha me ropë. Isha me njës familje shduku. E më si shvejnë ka protestu si të sot. Hajde ma muras, hajde ma muras. Hajde si do ju. Hajde në votim ma muras. Proteste PD-s. Hajde ma muras vëtim. Pa qana ka të rejtë. Ku t'ju vodhën? Ku më ju vodhën zgjedhjet? PD-s. Po ju keni 220.000 administrat, ju s'keni morë votat tuja. 220.000 administrat. Me gjithë grupë babë, janë 800.000, ju s'keni morë tuja. Po vazhdojë shumë prishe me Sta kanë votu. Një shtajtë së shpësëm. Ka votu administratë. Zoti Bido. Po vazhdojë shumë prishe emisioni. Ju lutem. Mua njerës s'mo ka votuar administrata fare se kësha kundër bajtë. Ti je i dëndjenishën dhe do dali ditë që janë vjetë të Sarandës, qytetarët e Devizës, qytetarët e Vlorës, Pa kje burnin thuj kje drejtë po për i gjo. Ata më kanë... Po një nga plas shpirti se unë më kam 25 denoncine në kurpin, as i mas nuk është marrë. Më kanë plagos punëtor, më kanë vjetë pronë, më kanë prish biznes, tim të mu ka marrë 800.000 vota. Po mirë më më Po e kam shkullin në po me kalash. Se dja mu që ishe me pëdën, mo. Kush në pëdën? Kam vjetë, di unë.
Jo, Ose the po pëse- dëshë me fol për PD-n. Po qa pra, po për PD-n po flet tani, PD-ja pra. është 2008-ën, ai që me gjithë pisat e partisë tuaj i dha autoritet maksimal kryeministrit. Se mendoj që Po, pra, 8 të vjet po më në 8 thoshe, vjet mos ju. se si ty si Unë për demokrat shpirt, po. për shpirt. Qenë nga dhe kundër PD-s, qenë nga dhe kundër Komisja me protestuesit e pavarur. Qenë nga dhe kundër PD-s. Erald, tani Do, ti lëvizje do bashkë, bësh pak ja. minuta pushim, se po më prish emision, lutem. Se unë të respektoj Pa shumë. më na rresym si. Po më respekto. Ku e ke mor burr dhe njerë po them? Mu më ka çu. A do më le... Ma marrë burr, Pa do më le... se Berisha më trëmb. Tani, Berisha ma tani. thonë mua parlamento po. Berishën- Me qeshur e marë. Po ty Zoti Bushati në shkrimin Ma jep tuaj... drejtorin e përgjithshëm policisë një muaj ministrinë e Mrenshëm, mua të kallëzeun ku e Berishën e Ramën e Për pamundur. drejtori për Pore. gjithë kjo. Jo, ma Drejtorin lem të gjithë. Na lënë heqin, 30 ditë. Gjejeni. 30 ditë. Gjejeni njërin që ka Ajo, gradën për shaka, Ikim nga kjo Gjejeni. Kush nuk është me ju atë Gjejeni pra se loboj dhe unë. Ramën burr Ore, po Berisha trem njerëzit që Ne Dhe tani më thoshe ti ne Ore, po demokratës trem njerëzit, o... Se ti e me... Po jena tremër na ka hiktruar jo se po shok një trem popull njerëz, thash po për dëgjoj, zotin mo. e madh jena shkatuar. A do më dëgjosh? Kjo është Unë abuzim. kam trem ne njerëzit. ke hyrja protestës dhe populist. të vetëm 1000 vet i kam kthyr mrapsh, atë shkoj të sakrifikohem vritëm unë. Përgatuj. Pse do vritesh mor burr? Jo, njerëz, vdes unë, atë shkoj të Pse hyrë do vritëm. vdesësh mor burr? O vllai të revoltuar mbi populli. Ju Po s'ka pse jetoni vdesi njeri, rrugë, pra. me palasa e me jala, o vllai. Mos ma thuaj mua, mor burr. Ora s'kan Se- Erald, e ma prish. Shia dhe atje në protestë Ora, ka që rini nuk kam njoftë deputetën me fut Erald, se ishte e Do pesha pushosh një minutë, vëlla. Unë i thash, a do me do fol me pushosh se mësëri të ta thjesht. administroj këtë Ishte njeriu. vesh me $8 rroba. A ka Valla, mundësi? kizini vesh. A ka Qa ka, mundësi, more? mo? A nuk e njih realitetin, o zoti Bido. Hajdo, a vish ta shosh se sa është kjo bluza? Jo. Dhe lëna mor burr. Jo, më prish emision. Lëna mor burr. Ishin 3 veta. Dhe Befas mblidhet. Nuk të ta ndorën, dhe okej. morave pastaj që ishin Çeki. nga lëvizje vërrye pirotiste e Red Muçit, që i lajmëroi u mblodh një 200 veta. Dhe atje përballë, ndërkohë që unë po ecja për te makina, se nuk më intimidon dot njeri mua, që t'jemi qartë, domethënë. E duket. Se vend dyshim, por në kauza Vrecja për tilla te makina, unë s'do isha fal. i guximshëm sa ti me hymrena. Më falë, Ndoshta edhe fyra kusa- brenda më rrethuan. Po kam s'kisha lef, nërmend. zoti Bido. Hyra për te makina, dhe më del para një person i cili ishte i dënuar 3 herë për trafikim droge, si protestues që më thoshte mua për më bënde mua moral. Mua. Qa thu? Mua. A Më qove bënde ke moral spavu? ai. Më bënde moral ai. Tani asnjë u replikë. afrua për do të Kemi dënuar vetëm ai. pyetje U që afrua për cilat dënuar unë ai. dua Mos të përgjigje. them unë këtë? Bido, Mos të them unë këtë. zoti Bido. Ti ke thënë Mos e 100 them unë këtë. gënjeshtra, ç'a ndodhi po të Po jo, thënë më jo, një tjetër. ky është publik. Zoti Bido, Ke thënë që- tani un kam Erald, të lutem. Tani un kam 2 pyetje të fundit. Mos e them unë këtë. Ju lutem. Kam 2 pyetje të fundit. Monopolizim. Bido, Demokracia. Po më jo. zoti Bido. Po dëgjoj më një minutë më valla. Kjo publike mos e kush. Ore do 200.000 vetë ka qonë. Ore se unë ditë të them atyre ndërpriteni, o zotri. Denogrohen Ta ndoni. Ore do t'ju them ndërpriteni, o. Një deputet i cili gjejnë do ta zgjës kelen dollap. Ore do t'ju them, që të mos ju them ndërpriteni, mo. Mo.